الحمد لله رب العالمين يا رب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد وأصلي وأسلم على أشرف الخلق المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Allahun dhul gjelale falenderojmë, vetëm prej ti ndihmë dhe falje gjithë një kërkojmë. E falenderojmë Zotin dhul gjelal për çdo dhunti, mirësie, begati që na i ka dhuru. E të tilla ndaj nesh janë të shumta, sa që nuk kemi mundësi edhe për t'i numru. Po me thek zveçant në këtë moment gjumaje, e falenderojmë Zotin dhul gjelal që ka mbjell dhe instalu në zemrat e tona imanin e pastërt për të, iman që jep shije jetës ton, punës ton, veprimtarisë ton, dynjas ton, e jemi të bindur se do t'i jep edhe ahiretit, xhennetit ton që e synojmë. Përshëndetjet selamet qofshin për mësuesin e njerëzisë, për njeriun më paqësor të gjitha kohërave, për njeriun që më i mirë ishte për familjen e tij, për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, jemi në xhuman e 14 duke fol për një institucion më me vlerë, për një institucion që duhet të jetë më i fortë, për një institucion që është burim shprese, burim suksesi dhe burim zhvillimi i çdo institucionit, i çdo individit, i çdo profesionit dhe kudo që t'jeton dhe vepron ai i cili del nga kjo familje. Jemi duke fol për familjen. Dëshirojmë që familja jonë muslimane shqiptare në asnjë kohë dhe në asnjë moment të mos zbehet, mirë po të qëndroj me parime, me moral, me edukat, me dashamirësi, me punë dhe të jetë një familje që është model edhe për familjet e tjera. Kemi theksu një herë se në vitin 2025 njëra nga ligjëratat ma me ndikim që kanë qenë në botën islame, në 4 anët e globit, është një hoxhës jordanez, kur ka fol për familjen shqiptare. Dhe kur i ka tregu parimet e familjes shqiptare, formimin, edukatën, rregullat, ka qenë ligjërata më ndëgjume e vitit. Kur të tjerët e marrin për shembull familjen tonë, pse ne hjekmi dorë dhe ja marrmi lakmit të tjerëve se si organizojnë familjen dhe jetën e tyre. Mirë, po para se të hy në temën për të cilën do të flas sot, du ta përmendi një figurë që na ka ikë për botën tjetër në javën e kaluar. Një xhamatli i yni i ri, i cili ka qenë shembull për familje. Mirë, po s'ka pas se si të jetë ndryshe. Ka qenë djalin i mësuesit të suksesshëm që e kemi këto, mësuesin Jetish, djal i një veterani të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, një bashkëshort i mirë, një administrator i fshatit i shkëlqyer, një djal shumë human dhe dashamirës, dhe një djalë që në çdo kohë dhe në çdo moment i ka kultivu parimet familjare, morale, kombëtare dhe fetare. Andaj lutemi në këtë ditë xumaje për shpirtin e Valonit që Allahu dhul gjelal ta shpërblej, ta mëshiroj dhe ta ngrit në grada të larta të xhenetit, ndërsa familjes gjithmonë lutemi që t'i jep forcën dhe durimin për ta tejkalu këtë dhimbje dhe këtë mërzi. Të dashurit e mi,
Bashkimi familjar është themeli i unitetit kombëtar. Vetëm kur kemi një familje të unifikuar, një familje të bashkuar, një familje stabile, kemi me pas edhe një adhe, edhe një këmbë stabil dhe unik. Një shoqëri e ndarë fillan nga ndarja dhe përçarja në familje. Të gjitha ato shoqëri që janë ndara kanë problemin mas pari në familje. Nuk mund të kërkojmë unitet në shoqëri ndërkohë që familjet e tona apo në familjet tona nuk mbretëron qetësia, mirë po mbretëron përçarja. Familja e bashkuar është fara e një familje që na i stabilizon unitetin e popullit tonë dhe të ummetit tonë. Një këmbë i bashkuar është shpresë për një ummet të fortë dhe stabil, nëse familjen e ka në rregull dhe e ka stabile. Shoqëria nuk ndërtohet nga institucionet, shoqëria ndërtohet nga familjet. Kombët nuk forcohen nga fjalët, nga retorika, nga lavdrimet, nga fjalimet e hiperbolizuara. Mirë po kombët forcohen nga lidhjet e forta që i mbajnë njerëzit në familje. Prandaj, nëse duam një shoqëri të shëndosh, nëse duam një këmbë të fortë, duhet të fillojmë nga baza, e baza është familja, dashurit e mi. Nëse shohim një çrregullim të kombit, të popullit, të udhëheqësave tanë, dije që ka filluar një shkatërrim në familjet e tona. Kjo është ajo pika matëse e kulmit kur bazën nuk e ka do thot në rregull. Familja nuk është vetëm një lidhje biologjike, por është një institucion edukimi, dashurie dhe përgjegjësie. Në familjet e tona duhet japmi dhe të kultivojmë dashuri, duhet të kultivojmë edukim dhe duhet të edukojmë që të mban përgjegjësi djali ynë, vajza jon apo antari familjes tonë. Sepse familja lind, apo në familje lind sakrifica, mësohet respekti dhe ndërtohet karakteri. Karakterin nuk janë ndërton një liderit, një udhëheqësit shkolla. Karakterin ja formon familja. Kështu që o prind, mos ja akuzoni vetëm shkollat, vetëm mësuest për rrobjen e cilësisë së arsimit. Po mas pari ta akuzojmë vetveten dhe të shiqojmë sa jemi duke u marrë na në familjet e tona me fëmijët e tonë, për t'i përgadit, për t'i udhëzu, për t'i formu, për t'u abo të dashur librën, për t'u abo të dashur mësuesin apo mësuesen, për me shku në shkollë me dashuri. Mirë po, kur mungon kjo dashuri dhe ky kultivim i edukimit në shkolla, ka 10 herë do të me shku mi thirr për gjumit se nuk qohen. Dohet me josh, ka më të dhonë pare, e kina me shku në filan parkun, e kina me shku në filan restorantin, veç shkon shkolla, veç shkon shkollë. Por këtë dashurit e me, duhet punoj mas pari na prindrit, e pastaj të kërkojmë përgjegjësi nga shkollat e tona. Dashurit e mi, sot një nga problemet më të mëdha është dobësimi i lidhjeve familjare, e që po ndikon me automatizëm në përçarjen e shoqërisë dhe në përçarjen e kombit. Pse? Sot po kemi mungesë komunikimi. S'komunikojnë familjarët në mes veti. Sot po kemi konflikte interesit material.
Sot po kemi largim nga vlerat e mirëfillta kombëtare dhe fetare. Prishja e familjes nuk është problem individual, por është rrezik për tërë shoqërinë. Nëse prishet familja, prishet shoqëria. Një këmb i përçar fillon nga një familje e ndarë. Nga një familje e ndarë është një këmb i përçar. Njerëzit që po vinë nga familje të përçara, po shkatërrojnë apo po shkaktojnë rrëmuj në shoqëri. Dhe shiqani ata që bojnë përçarje në punishtën tone, në kolektivin tanë ku punon, në shkollën, në institucionin, në bashkësi. Kush po shtin përçabje? Filoni, këshëria familjen. Katastrofë. Për këtë arsye është duke ndodh kjo përçarje. Andaj u bëj thirrje, që kur mos merrni imam xhamie, që ka përçarje në familjen e tina. Që nuk flet me babën, që nuk flet me vllahun, që nuk flet me axhën, që mbjell dashaketësi të këto, kur mos merrni familje, se ai xhamat veç përçar s'ka më bë. Kur në shkollë mos merrni mësues apo mësuese që ka probleme në familje përçarje, se komo ta prishën kolektivin arsimor. Kur mos merr drejtor e drejtoresh, kur mos merr kryetar e kryeministër, që e president, që ka përçarje në familje, sa i komo apo ajo komo ta përçohen krejt institucionin, komo ta përçohen komunën, komo ta përçohen drejtorinë, komo ta përçohen bashkësinë, komo ti përçohen gjitha. Dhe zatën këta jemi duke po, ata që janë duke mbjell përçarje, ata kanë përçarje në familjet e tyre. Ata që janë të butë, dashamirës, pozitiv, ata nuk din me ofendu dikënd, nuk din me jali kryt me okull dikujda, nuk din me i thonë mirë e ki. Për këtë arsye këta mbesin pak më olt, mbesin mirë, po shoqëria do të ngrit nivelin e tij. Të dashurit e me vëllezër dhe ju motra, kur familjet janë të bashkuara, rritin fëmijë të edukuar dhe të përgjithshëm. Kur familjet janë të bashkuara, ndërtohet besim dhe solidaritet. Mbjellet besim dhe solidaritet të ta. Kur janë të bashkuar, forcohet ndjenja e përkatësisë kombëtare. Kripodo kur kanë përçarje, mos më fal për këmbë, mos më fal për gjuhë, mos më fal për identitet. Po ban çka dush hoç, veç i varfër mos të rri. Ku i ke mësuar këtë rregull? Gjithçka ban, veç i varfër mos rri. Gjithçka ban, veç mos rri pa pozit. Ta kish një emër i pozit. Mani më burra se nuk ka kështu. Duhemi atë ushqim me ngran halal, atë shtëpi që banoj me qenë halal, atë makinë që e vozismi me qenë halal, krejt këtë t'japin pastaj stabilitet. Historia na mëson se popoj që e kanë rujt familjen, kanë rujt edhe identitetin e tyre. Popoj që nuk e kanë rujt familjen, e kanë shkatru identitetin e tyre. Sepse familja është shkolla e parë e atë dhe dashurisë. Andaj duhet të punojmë që në familje tona të ketë më shumë dashuri, më shumë respekt dhe më shumë unitet. Profeti Muhammed a.s. arriti me i bashku 4 anët e globit të njerëzis. Arriti me i bind edhe me i bashku ata që e dhezshin luftën e mbytshin me mira njerëz, pse devja e ka zgjat kokën edhe ka ngronë në arën e tina. Dishin me mbyt me mira njerëz, arriti me i bind këta njerëz. Cili ka qenë sekreti? Sekreti i ti ka qenë familja. Sa i më i miri ka qenë për familjen e tina. Kur nuk e ka ofendu bashkëshortën e ti. Kur nuk ka ngrit dorë ndaj saj. Kur nuk i ka bo zullum dhe pa drejtësi. Mirë po gjithmonë ka ndihmu,
gjithmonë ka përkra dhe gjithmonë do thot ka falë dhe ka toleruan. Për këtë, më lejoni që krejt në fund, ti përmendi disa nga dietarët islam se çka thojnë. Ali Werdi thot, shoqëria është pasqyra e familjes. Nuk mund të presësh rregulla në shoqëri kur familja është në kaos. S'mund është me prit rregulla në shoqëri kur familja është në kaos. S'ka mundësi ti me kërku rregullat komunikacionit kur asnjë shenjë nuk e ki në komunikacion. S'ki mundësi ti me rregullu, s'ki edhe legitimitet më mdenu mua, pse i grojt e 70, po asnjë shenjë nuk është. Edhe populata duhet vëdisohet, shenjat e komunikacionit nuk duhet më shqit për hekra, bre? A është normale shenja e komunikacionit me ushit për hekra? A është normale me marrën atë stubin e shenjës komunikacionit edhe ti me vendosën baqën tane? A është normale, do thot kjo? Pas shatë madhe në Allah, di shka e të bo? Një gurit qabës jetë e shkatëruan. Pse? Se ma e ronë është, se ti me qata jetë duke ja morë jetën dikujna. E me mbyt një njeri, është ma letë me prish qabën, se sa mu konë shkaktar dhe thot, me mbyt një njeri. Si është e mundur kjo, është e palogjikshme. është e palogjikshme me marrën shenjën edhe me hudhën, edhe me humbë. është e palogjikshme dhe thot kjo. Jusuf el-Kardavi thot, Islami kërkan formimin, forcimin e kombit, të ummetit, nga individi, pastaj ko me reflektu në familje. Reforma fillon nga zemra, pastaj nga shtëpia del në shoqëri. Sami Frashëri, Allahu e mëshirov, thejke, familja është rënja e kombit. Kur rënja dopsohet, thohet pema. E Naim Frashëri thejke, dashuria për njeriun fillon në shtëpi dhe zgjerohet në atë dhej dhe shoqëri. Hafiz Ali Korça, pa moral në familje, nuk ka moral në shoqëri. Familja është fora, shoqëria është pema, kombi është fryti. Familja është fora, shoqëria është pema, kombi është fryti. Na që të tëria duhet i kemi edhe duhet i kultivojmë. Figurat më të ndritshme të kombit ton, të ummetit ton, që janë bë më të suksesshmit, kanë qenë të mirë mas pari në familje, kanë zhvillu dhe kanë kultivu unitet në familje, pastaj kanë qenë të pranueshëm dhe me ndikim në shoqëri. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.